Mirëmëngjes. Unë kisha një tre gjëra shumë të shkurtra për të Patjetër, folur me juve. patjetër. E para, e para kjo tema juaj për punën e Gërdesit, unë nuk besoj, sepse e kjo drejtësi ka bë bashkë me qeverin ligjet që në momentin që merret me një Gërdes apo me një janar, e kanë bë ligjet që të paktën të kalove 10 vjet apo nuk e di se sa e kanë atë afatin përcaktuar si shuhet ajo çështje dhe nuk e marrin më përsipër. Para shkruaj. Ka kalu afatet. Ajo diçka e tillë. Para shkruaj me çfarë gjëna kështu. Megjithatë, unë dyshoj sepse këtu megjithënë është një fjalë e popullit që të dy bashkëpunojnë, edhe është mos e vërtet, sepse po t'ishte e sakt kjo punë, jo më shumë po të vidin një 5 prokurorë nga Amerika, ta mershin dorë këtë punë, do zgjidhesh çdo gjë. Pse nuk e besim të këta, le të themi të këta tanët, të këta të spakut? Andi vi kanë kështu këtë janë shkalojnë, jo është e para shkrume, jo kalon afatet kushtetuese, jo pra i kanë gjitha të planifikume që vetë mos i hyjnë gjem kam. Kurse një tjetër gjë që desha thosha për punën e këtyre denoncimeve që bëhen, unë kam denoncu për shembull për punën e gazetbardhëve që bani vrasjen e Pierin Gjovanit Elbasan. A ju fut gjem kam këti personi? Pastaj po t'ishte aq i nersh, t'ishin aq të nershëm këto, mund ta mershin të paktën një herë në pyetje, sepse kjo quhet vrasje me pagesë, ata zotnitu pagun që bën vrasjen e tij. Pavarësisht se kush e bani vrasjen. Prandaj desha them që këto janë gjëra të planifikume dhe janë të mbrojtur të gjithë nga njëri tjetri, vetë politika. Faleminderit që më dëgjova. Faleminderit për telefonatën.